Radio Maria, pjesëri Krishtë në shtëpinë tënde. Radio Maria, Kosovë. Dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju flet Pater Lorenci, frati i Gjakovës. Jemi në emisionin e 8 me rastin e jubileut franceskan. E do të flasim për shenjtroren e shnandot që nga themelimi i saj në vitit 1882 deri të viti 1958. Shenjtërorja e Shën Antonit të Padovës, e njohur si kisha e shnandot në Gjakov, është themeluar në vitin 1882. Terrenin dhe shtëpin e vetë për kapele u ka dhuruar franceskanëve një besimtare, nderuese e madhe e shnanot, Katarina nga Zymi. Ja emrat e frejtërve, të cilët e kanë shërbyer shenjtëroren e shnanot në Gjakov, derisa famullinë e Gjakovës e ka drejtuar kleri dioqezan. Pater Emilio Gabos nga Kles i Tirolit në Itali, franceskan observant i provincës së Trentos, lindi në vitin 1820. Ai për 43 vjet ka shërbyer në Raj, Zym dhe Gjakov. Ishte prefekt i parë, pro-prefekt i parë i misionit të Kosovës në vitin 1849 deri në vitin 1884. 2 herë ishte famullitar i Zymit, 1860 dhe në 75 herën e parë dhe herën e dytë 1879 deri 1888, pra në Zym. Ai merrej edhe me mjekësi dhe u ndihmonte shumë katolikëve dhe muslimanëve, kështu që të gjithë e kanë dashur dhe e kanë respektuar. Ai e themeloi shenjtëroren e shnanot në Gjakov në vitin 1882. Dhe atje jetoi nga viti 1888 e deri në vdekje me 29 tetor të vitit 1893 dhe atje edhe u aros. Eshtrat e tij gjenden edhe sot në kishën e shnanot. Megjithse ai me pëlqimin e arqipeshkut të Shkupit, Monsignor Fulgencie Carev, në vitin 1882 e themeloi në Gjakov hospicin franceskan, do me thënë rezidencen me kapelen e kushtuar shnanot të Padovës. Kjo nuk i pëlqeu klerit dioqezan, sepse kisha e shnanot ishte tepër afër kishës famulitare. Prandaj ata nxorën nga i peshkri i arshëm, Monsignor Andre Logorici, ndalesën e kremtimit të meshës në kapelen e shnanot në Gjakov. Do shta mirë është me thanë një sqarim të vogël. Në kishën famulitare zakonisht shkonin katolikët publik, kurse në kishën e shnanot shkonin me shumicë edhe ata katolikët të fshehtë, kriptokatolik, laraman, të cilët publikisht deklaroheshin musliman, por faktikisht nderonin shumë shenjtin shnanore edhe atje mbanin sado pak fenë katolike. Për këtë arsye ishte edhe nevojshme që afër kishës famulitare të jetë edhe një qendër ku mund të vinë edhe ata që publikisht nuk deklarohen katolik. Kur dioqezant e fituan ndalesën e kremtimit të meshës në kishën e shnanot, fretërit bashkë me popull u ankuan deri në Romë dhe kongregata e shenjtë për përhapjen e fesë me 16 shkurt të vitit 1898 u përgjigj arqipeshkut të atëhershëm Monsignor Pashk Trokshit që truporja e shnanot të lihet në kapelen ku gjendej përpara dhe që etërve franceskan tu lejohet ta kremtojnë meshën e shenjtë aty
kur të duan. Të njëjtin vendim ja ka përsëritur kongregata edhe me 5 gusht të vitit 1898 administratorit apostolik të Shkupit fra Pacifikut dhe Veçetio, e me këtë vendim kisha e Shnanot në Gjakov funksionon edhe sot e kësaj dite. Pater Camillo de Fabino ish famulitari i Merturit deri në vitin 1893. Pas vdekjes e Pater Emilios nga Kles, për një kohë e ka shërbyer shenjtërore në Shnanot në Gjakov, por nuk dihet saktë deri kur për shkak të ngatresës së lartë përmendur. Pater Metod Mjekajsh nga Karma në Shqipëri, lindur me 9 janar 1875, në vitin 1903, sipas urdhit të Kurjes Gjenerale të urdhit franceskan nga Pater Anastasio Vincenzoni, komisar gjeneral, u emrua prezident i hospicit dhe rektor i shenjtërores së Shnanot në Gjakov. Në atë detyrë qëndroi deri në vitin 1907. Ishte edhe definitor i provincës, guardian dhe famullitar në Rapsh, Nikaj, Ibale dhe Troshan. Vdiq në Shkodër te Kara e Madhe me 6 shkurt të vitit 1929. I lumi Pater Luiz Palici, Sopaj, linde në Janev me 20 shkurt të vitit 1879. Ai nga viti 1907, do me thanë pas Pater Metod Mjekajsh, e deri në vitin 1912 shërbeu si rektor i kishës së Shnanot në Gjakov. Në vitin 1911, Pater Luigjin e grabiti Idris Jahar nga Smolica dhe mbajti në burg shtëpie 10 javë, 2 muaj gjys. Pastaj Pater Luigi në vitin 1912 shkoi si famullitar në Glogjan, e me 7 mars të vitit 1913 u vra në Janosh nga ushtarët malazes. Procesi kanonik për beatifikimin e tij filloi me 10 nëntor të vitit 2002, së bashku me procesin e 38 martirëve shqiptar nga koha e komunizmit, por pastaj kauza e tij dhe ajo e të lumit Don John Gazullit u ndan veçmas dhe përfunduan në vitin 2024. Të dy u shpallën të lumtur me 16 nëntor të vitit 2024. Pas Pater Luigjit, erdhi Pater John Blushaj, lindur në Kalmet në Shqipëri me 15 maj të vitit 1874. Ai ishte zëvendës famullitar në Pej për vitit 1907 dhe në vitin 1910, pastaj rektor i kishës së Shnanot në Gjakov për vitit 1912 deri në 15. Shërbente edhe në famullitë e ndryshme të Shqipërisë. Vdiq në Toplan me 23 mars të vitit 1922. Është interesant të shikojmë pak edhe misionin e Pater Marian Preles në vitin 1916, pra gjatë luftës së parë botërore. Pater Marian Prela nga Shkodra, vllai i Pater Pashkut, që ishte famullitar në Zym, është lindur në Shkodër me 28 qershor të vitit 1885. Vdiq në Tiranë me 20 nëntor të vitit 1976. Ai në vitin 1916 e ka ripërtrir e në shumë vende të Kosovës edhe ka themeluar urdhin franceskan shekullar. Ka shërbyer në Pej dhe në Glogjan në vitet 1922-23. Ka shkruar libra shumë me vlerë për historinë e frejterve, nekrologun e provincës franceskane shqiptare në vitin 1966, si edhe paraqitjen e misioneve të frejterve nga vitin 1920 deri në vitin 1922.
1967. Prej vitit pra 1240, kur është ndërtuar kisha e Zojës Nunciat në Lezhë, deri te mbyllja e kishave në Shqipëri në vitin 1967, që gjatë kohës së komunizmit janë ruajtur si dorëshkrim i daktilografuar. Në kohën e luftës së parë botërore me pelqimin e përkrahjen e i peshqit, Pater Marian Prela nga Shkodra e bëri misionin e themelimit dhe të ripertëritjes së urdhit franceskan shekullar në Kosovë me rastin e 50 vjetorit të themelimit të urdhit franceskan në Shkodër në vitin 1866. Ai misionin e vetë filloi në Zym me 13 korrik të vitit 1916. E vazhdoi në Prizren, pastaj në Janjev, Letnic, Stubel, Ferizaj dhe Shkup. Në Gjakov erdhi me 7 e qëndroi deri në Menan shtator. Vazhdoi në Glogjan, Zlokuçan dhe Mitrovic dhe e përfundoi misionin në Pej, ku mbajti misionin 8 ditësh me 17 deri në 24 shtator të vitit 1916. Ja edhe disa rezultate të misionit të tij në themelimin e urdhit franceskan shekullar, apo në ripertërirjen e tij. Në Ferizaj ai themeloi urdhrin dhe atje pranoi 46 antar. Në Glogjan, po ashtu themelimi i tij me 40 antar. Në Gjakov, pasi Pater Gaudenz Barbic e kishte themeluar urdhin franceskan shekullar në vitin 1867, Pater Mariani e ka ripertërir me 63 antar të ri. Në Janjev, Pater Marian Prela e ka themeluar urdhin franceskan shekullar me 10 gusht 1916 me 308 antar. Në Letnic e themeloi me 57 antar. Edhe në Mitrovic ka pranuar 8 antar të urdhit franceskan shekullar. Peja e kishte urdhin franceskan shekullar nga viti 1883, sikur edhe Prizreni. Në Pej u pranuan 106 antar e në Prizren 192. Në Stubel, Shkup e Zlakuçan i themeloi urdhin franceskan shekullar Pater Marian Prela, në Stubel me 82 antar, në Shkup 47, në Zlakuçan 20, kurse në Zym 188. Pra në Kosovë, në vitin 1916, kemi pasur 1177 antar të urdhit franceskan shekullar. Kur më nuk kemi pas aq shumë sa me atrast. Pas luftës së parë botërore, u bë i pamundshëm komunikimi i zakonshëm i frejtërve të Kosovës dhe të Malit dhe Zi me provincën me provincën franceskane shqiptare, të cilës i takonin Kuria Gjenerale në vitin 1925 vendosi t'i bashkojë frejtërit e Kosovës me provincën franceskane të Shënkryqit Bosna Srebrena, me qendër në Sarajev, kurse ata të Malit Zi me provincën e Shen Jeronimit me qendër në Zar, apo Zadër në Kroaci. Pater Shtjefen, apo Konstantin Gjerçovi Kryeziu, lindi në Janjev me 12 korrik të vitit 1874. Ai u vra në Zym me 14 tetor të vitit 1929. Ishte famullitar i Zymit prej vitit 1925 dhe deri në vdekje. Njëkohësisht ai kujdesohej brenda mundësive të veta edhe për shenjtërorën e Shnanaut në Gjakov, por shpejt e vran armiqt në Prit me 14 tetor të vitit 1929. Derisa ai ishte famullitar i Zymit, ai vizitonte të gjitha vendet ku shërbente martiri i lum Pater Luigi Paliqi dhe mblidhte dëshmit për martirizimin e tij në Pej, në Glogjan, në Gjakov, në Bec, në Janosh, në Novosel, gjithkund ku martiri kalonte dhe ku u vra. Në bazë të atyre dëshmive,
që i mblodhi Pater Shtjefni dhe i shënoi, Pater Luigi u shpall i lumtur me 16 nëntor të vitit 2024. Dorëshkrimin e Pater Shtjefnit në gjuhën shqipe dhe përkthimin e tekstit në italisht dhe kroatisht e kemi botuar në Gjakov vitin e kaluar, pra në vitin 2025. Pater Stjepan Nevistić, frat i Bosnjës, është lindur në vitin 1870, ishte rektor i kishës së Shnanovt në Gjakov në vite 1927 deri në vdekjen e vet 1929. Vdiq nga diabeti në spitalin e Prizrenit me 14 nëntor të vitit 1929, pikërisht një muaj pas vdekjes së Pater Shtjefin Gječovit. Ai sigurisht është varrosur në Zym, në Bytyç, ku u varroseshin edhe shumë fritër tjerë që vdiqen në Gjakov. Pater Lorenz Mazreku, i njohur edhe si fra Lovro Mitrović, është lindur në Janjev me 5 mars të vitit 1872. Derisa ishte famullitar i Pejes, ai ndërtoi kishën e Shnanovt në Gjakov në vitin 1930 deri në 31 me rastin e 700 vjetorit të vdekjes së Shnanovt, i cili është lindur në vitin 1995 e vdiq në vitin 1231. Bëri edhe streha për shtektar, të cilët kanë shërbyer, ato streha kanë shërbyer deri në vitin 2014. Ai kujdesej për atë shenjtërore deri në vdekje. E kanë vrarë partizanët pa gjyq në Rastavic afër Deçanit me 15 shkurt të vitit 1943. U varros në kishën famulitare të Shën Katarines Virgjer e Martire në Pej. Në Kosovë e në Gjakov ka shërbyer edhe Pater Tomo Xhaja, lindur në Glamosh në Bosnjë në vitin 1886, u shugrua meshtar në vitin 1909, ishte famullitar i Zllakuçanit prej vitit 1927 deri në vitin 1949. Në vite 1949 deri në 52 ishte rektor i kishës së Shnanovt në Gjakov. Pastaj u kthye prapë në Zllakuçan e më në fund shkoi në vendlindje ku edhe vdiq në Gorica Livno në vitin 1954. Ma tepër për të do të flasim ndoshta në lidhje me familjen e Zllakuçanit. Me vdekjen e Pater Lorenz Mazrekut dhe Pater Lorenz Tun i Bishit e Pater Tom Xhajës, Kosova mbeti vetëm me një meshtar franceskan, me Pater Lek Filiqin nga Janjeva, që ishte në Zym. Meshtar tjerë nuk mund të vinin as prej Shqipërie për shkaqe politike, as prej Bosnje, sepse shumë prej frejtërve të Bosnjës pushteti komunist i kishte vrarë pas luftës, e shumë të tjerë ishin në përburgje. Kështu u krijua situata e re, kur ishte i domosdoshëm riorganizimi i veprëmtarisë baritore në Kosovë, gjë që ndodhi me anë të marrëveshjes së provincialatit franceskan të Sarajevës me Monsignor Smilan Franjo Çekada, i Peshkën e Shkupit, me 24 nëntor të vitit 1948, e atë marrëveshje e miratoi edhe Selia e Shenjtë me 23 maj të vitit 1949. Kjo marrëveshje u realizua me 3 tetor të vitit 1958, kur franceskanët morën shërbimin e famullisë së Gjakovës me shenjtëroren në Shnanovt në Gjakov. E 4 famulli të veta ja dorëzuan klerit dioqezan. Sot frejtërit në Gjakov kanë vetëm famullinë e Gjakovës së bashku me shenjtëroren e Shnanovt. Me 3 tetor të vitit 1958, frejtërit e Bosnjës përfundimisht në bazë të kontratës me i Peshkën të miratuar nga Selia e Shenjtë
në vitin 1949, e kanë marrë në dorëzim familjinë e Gjakovës in perpetuum, që do të thotë për gjithmonë, së bashku me shenjtrorin e Shnanot, kurse 4 familje tjera që i kanë mbajtur e shërbyer përpara ja kanë dorëzuar klerit diocezan. Ato familje janë Peja, Nglogjani, Zllakuqani dhe Zymi. Duhet të kemi parasysh se më vonë nga familja e Glogjanit është ndarë edhe familja e Glavicicës, kurse nga familja e Zllakuqanit Klina dhe Budisalci. Pra edhe 3 familje tjera. Në shenjtroren e Shnanot të Padovës, franceskant veprojnë që prej themelimit të saj në vitin 1882, kurse familjinë e Gjakovës e kanë shërbyer dikur me shtar diocezan, dikur fretërit, të paktën për vitit 1836, e shpeshherë edhe të 2 palë së bashku, sidomos në shekullin e 19. Veprimtaria e fretërve të Gjakovës në Kosovë është mjaft e njohur si në pastoral, në familji dhe shenjtërore, si edhe në fushën kulturore dhe shoqërore, kështu që s'ka nevojë që ta theksojmë në mënyrë të veçantë. Megjithatë, për ata që ndoshta dinë diçka më pak për këtë veprimtari, ja vetëm disa të dhana ndoshta më rëndësi. Në vitin 1958, fretërit kanë marrë në dorëzim 2 kisha në Gjakovë dhe 1 kapele në Vogovë, tjera nuk ishte. E të gjitha ishin të vogla dhe në gjendje jo të mirë. Të 2 kishat e Gjakovës, fretërit i kanë rregulluar menjëherë në vitin 1959 e 60. Kuvendin e ri franceskan, i cili gjendej atje ku tani është kisha e re familitare, e kanë ndërtuar fretërit në vitin 1961 deri në 64. Pre vitit 1972 kanë ndërtuar edhe 9 kapele tjera në përfshatra. Sa për mesh, aq edhe për mësimin e fesë, që përpara mbahej vetëm në Gjakovë 2 javë gjatë verës, e tani në 9 qendra gjatë krejt vitit. Kapelet i kemi në Vogovë, Moglic, Ramoc, Osekpash, Korenic, Osekhil, Nec, Gusk, Qerim dhe në Firsë. Kapela e Firsës nuk është kishë filiale, por kishës devocioni ndaj Zojës së bekuar. Në vitin 1990 e kanë ndërtuar kuvendin e ri franceskan pranë kishës së Shnanot, kurse në vitin 2001 kanë filluar ndërtimin e kishës së re familitare të Shën Pjetrit të Shën Palit, në vendin e kishës dhe të kuvendit të vjetër të dëmtuar në luftë. Kjo kishë përdoret për liturgji që nga viti 2008, megjithse ende nuk janë përfunduar punimet të ndërtimit, sidomos jo në kript. Fretërit e Gjakovës të partë në Kosovë e kanë filluar mësimin e rregullt të fesë për të gjitha klasat e shkollës fillore dhe gjatë krejt vitit shkollor që prej viteve 1970. Këta fretër janë Pater Angeli, Frangelko Kamenčić, i cili i pari filloi përgatitjen sistematike për sakramentin e kurorës e martesës që nga viti 1984 dhe ajo vazhdon edhe sot. Pater Ilja Kovačević ka organizuar kvize ndërfamilitare të mësimit të fesë në krejt Kosovën që nga viti 1985, mas pari Ungjilli sipas Mateut, pastaj sipas Lukës, pastaj për Zojën e bekuar, pastaj veprat e apostujve, historia e kishës e me radhë. Pater Hilka Bashi në vitin 1984 e ka hapur misionin katolik shqiptar në Stuttgart për punëtor shqiptar në Gjermani, duke u kujdesuar edhe për ata të Zvicrës. Ka kultivuar muzikën kishtare, ka botuar edhe libra këngësh dhe kaseta magnetofoni. Ka qenë një kohë edhe kryeredaktor i Dritës. Mandej në Shqipëri ishte i peshkëv i jugut të Shqipërisë nga viti 1997 deri në 2017,
Në fillim me seli në Fier e pastaj në Vlorë. Fretërit që nga viti 1991 botojnë edhe revistën e vetë famulitare Bashkësia Jonë. Posa ka ardhur liria e fesë në Shqipëri, gjysma e fretërve të Gjakovës në vitin 1991 kanë shkuar në ndihmë provincës franceskane shqiptare. Ky lloj bashkëpunimi vazhdoi deri në vitin 2022. Nga viti 2003 e deri në vitin 2022, së bashku me motrat e Shënkryqit, kanë organizuar kujdesin për fëmijët të hendikepuar në grupin Feja e Drita, të themeluar nga motra Rastislava Ralbovski, motër e Shënkryqit. Në vitin 2006 kanë filluar edhe ripertrirjen e urdhit franceskan shekullar në Gjakovë. Në vitin 2006 ka filluar postulandati, në vitin 2007 noviciati, kurse me 17 nëntor të vitit 2008 në urdhin franceskan shekullar janë kushtuar 26 burra dhe gra të famullisë së Gjakovës, kështu që u ripertri urdhi franceskan, të cilën në Gjakovë e kishte themeluar që në vitin 1867 Pater Gaudencie Barbiç nga Dubrovniku, dhe vepronte me sukses deri pas luftës së dytë botërore, kur për shkak të regjimit komunist u ndërpre veprimtaria e tij. Që nga në janari i vitit 2007, fretërit e Gjakovës kanë edhe web faqen e vetë në internet. Nga viti 2008 e deri në vitin 2023, në Gjakovë kishim edhe një studio të radiomarisë shqiptare me qendër në Shkodër, duke u munduar që edhe në këtë mënyrë ta shpallim Ungjillin e Jezu Krishtit, e pastaj kur në Prishtinë filloi veprimtarinë e vet edhe Radio Maria e Kosovës, zhvillohet edhe bashkëpunimi ynë me këtë radio, sidomos për 13 martët e shënanut dhe për festa të mëdha. Thjesht fretërit mundohen që të përgjigjen nevojave të kishës dhe të botës me ato mjete që koha e sotme u ofron. Fretërit e Gjakovës sot. Fretërit e Kosovës i takojnë provincës franceskane të Shënkryqit Bosna Srebrena, me qendër në Sarajevo, e cila i ka mbi 260 fretër, të cilët veprojnë në 16 shtete anë mban botës. Në Kosovë kemi vetëm një bashkësi franceskane, atë të Gjakovës, me 7 fretër. Më i madhi ndërta është Monsignor Hilka Bashi, franceskan i peshkëv në pension. Pastaj Pater Lorenzi fra Lovro Kavran, andej Pater Ilja Kovačević, Pater Anton Nua, Pater Ambros Ukaj, Pater Nue Kajtazi dhe më i ri është Pater Aleksandar Tanushi, famullitar dhe guardian i Gjakovës. Këta fretër e shërbejnë famullinë e Gjakovës brenda mundësive të veta dhe ndihmojnë edhe i peshkvinë e Sapes në Shqipëri. Për shembull, Monsignor Hilka Bashi çdo të dilë e shërben Canicën afër Bajramcurit, kurse edhe Pater Aleksandri sipas mundësive e nevojave shkon kohë pas kohe në ndonjë shërbim në zonën e Tropojës. Kemi edhe fretër të Kosovës jashtë Kosove. Për shembull, në Shqipëri shërben Pater Kull Thaçi nga Gloggjani, meshtari i provincës franceskane shqiptare, famullitar në Laç, te kisha e Shën Mihillit. Pater Jak Kolgjeraj nga Zymi, meshtar i ri i provincës franceskane shqiptare, antar i Këshillit të Kustodjes dhe famullitar në Shkodër tek Ara e Madhe. Në Bosnë shërbejnë 3 fretër, Pater Vincenc Kajtazi nga Zymi, i cili 5 vjet ka shërbyer në Gjakovë, por vitin e kaluar është kthyer spaku përkohësisht në Bosnë. Mandej Pater Driton Hajdaraj
nga Ljugbunari i familjes së Becit, po ashtu meshtari i ri ka shkuar në shërbim në Bosnë se për praktikimin e asaj që ka mësuar në teologji në shkollë, e njësoj dhe pater Anton Selitaj, po ashtu meshtari i ri nga viti i kaluar, i lindur në Leskoc të familjes së Zllokuçanit, pra përkohësisht shërben në Bosnë, në Podmilaçe. Kemi edhe një student të teologjisë, fra Josip Hajdaraj, nga Palabardhi, familja e Novoselës. Ai është student i teologjisë në Zagreb. Me kaq do të përfundojmë këtë emision e do të vazhdojmë sot një javë, po ashtu për fretërit në Kosovë. Së e bekuar Nana e Këshillit të Mirë, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Mbretëresha e Urdhit Franceskan, lutu për ne. Shën Francesk e Shën Klara, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit e shenjtëreshat e hyjt, lutuni për ne. Me ndërmjetësinë e Shën Franceskut të Asizit, ju bekoft, ju ndihmoft të ruhet hyj gjithë pushtetshëm, Ati dhe Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen.